Sekretet e një mami princesh si Kate, veprimet për të edukuar 3 fëmijët e saj. Kate Middleton është nëna e 3 fëmijëve, George, Charlotte dhe Louis. Dukesha dhe bashkëshorti i saj William shpesh marrin fëmijët e tyre me vete kur kanë evente publike dhe nuk është për t'u habitur që her pas here fëmijët mund të lodhen ose të mërziten dhe të fillojnë të qajnë. Pra, çfarë është ajo që bën Kate për të qetësuar këta fëmijë mbretëror? Të qetësosh një fëmijë i cili është duke qarë dhe i dëshpëruar nuk është kurrë lehtë dhe duhet të jetë edhe më e vështirë kur je një nënë në qendër të vëmendjes, ashtu siç është Kate Middleton. Duket se dukesha ka bërë konfuz të gjithë publikun me sjelljet e saj dhe sekretet për t'u sjellë me fëmijët. Ajo i prek lehtësisht në kokë. Nëse shikoni nëpër fotografi të Kate me fëmijët e saj, mund të gjeni foto të saj duke prekur kokën si në fotot. Kjo është një nga mënyrat se si ajo i qetëson dhe i bën të sillen mirë. Prekja e kokës është një lidhje e bukur. Ka thënë doktor Rebecca Shikot, një eksperte për zhvillimin e fëmijëve dhe prindërve, në një intervistë të saj për The Sun. Ajo ulet për të folur me fëmijët. Kurdoherë që dëshironi të ndërveproni me fëmijët tuaj, duke përfshirë edhe rastet kur dëshironi t'i qetësoni ata, është një ide e mirë që ju të uleni në nivelin e syve të tyre. Sipas ekspertëve, kjo mund ta bëjë ndërveprimin tuaj produktiv.